Detaj shumë të rëndësishëm këtu që shumica ju as menjen si keni qu. Gjithmonë kur nifet një qift, njëri me tjetrin ku janë duke prezantu, gjithmonë ekzistojnë këto pyetjet. Moshkullit i intereson e kalumja femnës. Femnës i intereson e ardhmja moshkullit. Të shif, moshkulli thot me çfarë femnë do ndërtoj të ardhmen. Edhe femna thot me çfarë moshkulli do ndërtoj të ardhmen. E kupton? Prandaj nona juj, kur ju keni një të kalume që si keni kontrollu veten e keni kështu. Moshkulli janë ndonjë gjëra që shkojnë me respekt, janë ndonjë gjëra që nuk i kuptoni tani. Janë ndonjë gjëra që kuptojnë më vonë këtë sajnë, kur të rriteni pa ku të keni ndonjë eksperiencë nuk kuptojnë. Prandaj nona juj që ju këshillon juve vajzave më shtëpi, kujdes tu, kujdes aty, nuk është budallicë nona juj. Nuk delni femën në rrjetet sociale më zgjidh si nona juj më shtëpi. Edhe nona ju vetë femën është. Pse ju këshillon nona ju në mënyrë kundra asaj influencer që del në rrjetet sociale. Prandaj është e rëndësishme, e ardhmja moshët është e rëndësishme, që atë ardhmë do ketë kjo moshë. Edhe kalumja femnës është e rëndësishme për moshën, që me çfarë femë do rregullohet të ardhmen. Janë do detaja se bëjnë diferencë më të madhe. Mojnë men. Në gjojnë nonën ma të e për që e thot nona ju më shpi, se sa influencët në për TikTok edhe ju verboj.